Sklav, tregim nga Dino Buxati. Jo sepse kishte pasur shqetësime të veçanta, po kretë rastisht, kur hapi me çelës derën e shtëpisë, Luigi nuk bëri as zhurmën më të vogël. Kështu përfitoi nga rasti dhe me synimin që të bënte një surprizë të këndshme. Hyrë brenda me hapa të lehtë dhe të heshtur. Sa po fute kuptoi që Klara ishte në shtëpi. Kjo intuit se gabonte kurrë. Kush e di se si prania e gruas e transformonte ambientin përreth. Pati një ndjesi ngushëllimi. E donte ai shumë sa që çdo herë kur kthehej në shtëpi, sado absurde që ishte kjo ide e kapte frika se mos ajo ishte larguar përgjithmonë. Përshkoi pa shkaktuar ndonjë zhurmë në parketin e paradhomës dhe duke rrezikuar më pak pllakat e korridorit. Dal nga dal futi kokën për të parë se ç'bëhen në kuzhinë. Ja dhe Klara. E shihte nga mrapa, nga më pak se 2 metra largësi. Ashtu në këmbë ajo pa dyshuar për praninë e Luigjit krejt e përqendruar, po përgatiste diçka mbi tavolinë. Nga tendosja e zverkut, ai e kuptoi se ajo po buzëqeshte. Qenie e dashur dhe e mrekullueshme. Po përgatiste sigurisht në një nga pjatat e tij të preferuara dhe ajo ishte e lumtur tek shijonte me mend kënaqësinë që do ndjente ai. Apritur ajo spostua anash. Tani Luigi shihte vetëm treçerekun e saj, rrumbullaksinë e faqes, skajet e qerpikëve, majën e hundës aq qesharake dhe fillimin e buzëve të cilat ishin rrodhosur nga buzëqeshja, apo ndoshta nga sforcimi të bërit kujdes. Nga fytyra e adhuruar, vështrimi i tij kaloi tek duart e saj, që i dalloheshin tani. Luigi mundi kështu të vrente se ç'po bënte Klara. Mbi një tabakat mbuluar nga një çentro e qëndisur, ishin vendosur një 12 ëmbëlsira të vogla, pastafrola, me gjysmë kokre që shihet bardhë në mes, pikërisht ato që ai hante me qef. Mund të thojë se ishin tashmë gati, e megjithatë Klara po merre ende me to si për t'i dhënë dorën e fundit. Po ç'veprime të çuditshme, me 2 gishtat e dorës së majt, Klara i hiqte qershitë e bardha dhe po në atë vend nga një tip flakoni në dorën e djathtë, ajo shkunte. Kështu i dukej të paktën. Një lloj pluri në ngjyrë të çelët. Më pas e rivinte në vend qershin, duke i mshuar mbi pastafrolat. Sa shumë e donte Klarën. Cila grua tjetër do të kujdesej kështu për një burr tashmë të vjetër dhe me një pamje të zbetë siç ishte ai. Dhe ç'femër e mrekullueshme, ç'tip elegant dhe interesant, i bindur se të gjithë e kishin zili për këtë. Dhe duke medituar mbi fatin e saj të pabesueshëm, Luigjit, ndërsa deshi ta zbulonte veten, i bëri përshtypje për qëndrimi i jashtëzakonshëm i Klarës, në cilën dalloi, vetëm tani e vuri re, një lloj veprimi tinzar, si dikush që po bën diçka të ndaluar, dhe papritur si një rrufenë e qiell të kaltër, e pushtoi një dyshim të mëshëm, po sikur pluri i flakonit të ishte helm. Në të njëjtën kohë i erdhën ndërmend disa episode të vogla, të cilave ai s'u kishte dhënë rëndësi, por që tani duke i lidhur me njëra tjetrën, fitonin për masa shqetësuese. Disa sjellje të ftohta të saj, disa veprime dyshimta, disa këmbgulje të pazakonta që ai të hante më shumë, apo përsëri këtë apo atë gjellë, një lloj indinjate të brendshme, Luigi mundohej t'i largojë këto mendime monstruoze. Si mund t'i shkonin ndërmend absurditete të tilla, por mendimi rikthehet me një vrullë dhe më dashakeq. Dhe jo vetëm kaq, papritur marrëdhëniet e tij me Klarën i paraqiten tani në një këndvështrim të ri, që se kishte konsideruar kurrë më parë. Ai ishte e mundur që një grua si Klara ta donte me të vërtetë. Për ç'motive përveç interesit mund ta marrin atë në krah të tij? Ku konsistonin provat e dashurisë së saj? Në nazet, buzëqeshjet, apo në kujdeset për gatim? Është shumë e lehtë për një grua të shtiret. Dhe si ishte mandje instinktive në situatën që ndodhej ai pritja e padurueshme saj për një trashëgimi të majme. Në këtë çast Luigi i del një pëshërëtim. Ajo kthehet më një herë dhe për një fraksion sekundi, ndoshta edhe më pak, apo është një lojë fantazisë mbi ngacmuar. Fytyra e dashur pati një shprehje terrori, por me një shpejtësi të menjëhershme dhe të pabesueshme e mori veten dhe u kthye buzëqeshja. O zot, sa më trembe, thiri Klara. Po pse bën shakara të tilla? Çfarë po bëje? I kthehet ai. Nuk e sheh, ëmbëlsirat e tua. Po atë flakonin, çe kishe? Flakonin? Klara i tregon duart e hapura, si për t'i thënë se s'kishte gjë. Kush e di se si ishte zhdukur flakoni? Po, ai pluri që po hidhje. Pluhur? S'ke parë gjë ëndër i dashur, po vija në vendet e tyre që shihet e bardha. Po ti më thuaj mirë, ç'tha mjeku? Më duket se s'merr vesh. Gastrit tha.
Fakti është që dhimbjet s'po m'kalojnë dhe çdo ditë më shumë me ndej veten dobët. Ju burrat, për pak gjë lëshoni ndonjëherë veten. Kur ajo, ti këto shqetësime i ke patur edhe më parë. Kaq të forta sa kësaj herë kur? I dashur, të ishe diçka serioze do të fillohet, mos kishe më oreks. Ai e vështron dhe dëgjon. Jo, është e pamundur të gënjej, të luaj komedi. Po flakoni dhe ai e pa mirë ku shkoi. Mos vall Klara me shpejtësinë e një prezishatore kishte mundur ta fshihte. Mbi tavolinë nuk ishte, as me mobilet e vjetra, në tokë jo dhe jo, as në koshin e plerave. Tani ai pyet veten, po pse Klara do donte të më helmonte? Për të marrë trashëgimin? Po ku e di ajo që unë e bëra trashëgimtare të vetme? Mos i kam thënë as një gjysmë fjale, as testamenti se ka lexuar. Mos ta ka lexuar vallë? Ja dhe një dyshim i ri. Luigi nxiton për studin e tij, hap një sirtar nga ku nxjerr një kuti dhe nga kutia nxjerr një zarf të mbyllur me shkrimin sipër testament. Zarfi ishte i mbyllur, por Luigi ofron prandritares për ta parë më mirë. Çuditshme. Në kundër dritë në skajt e kapakut të zarfit dallohet një lloj ngjitse, sikur zarfi i ishte hapur me avull dhe pastaj të qenë rimbyllur me zamk. E kapi ankthi, frika se mos vdiste. Frika se mos e vrisnin. Jo, më keq. Tmerri se mos humte Klarën, sepse Luigi e kupton se ajo do që ta vras. Dhe ai duhet të reagojnë në një farë mënyre, t'ia çjerr maskën, ta denoncoj që ta arrestojnë. Lidhja e tyre do të prishet, sido që të vinë gjërat. Po pa të, pa Klarën, si mund t'jetonte ai? Nevoja është frenuar për t'i folur, për t'i kërkuar shpjegime nga njëra anë, nëse nga ana tjetër shpresa kokfort se mos është gabuar, se gjithçka është një trillim i tij, se Helmi nuk ekziston, por në thellësi të zemrës e di mirë që ai ekziston. Klara, e thirri. Dhe zëri saj nga kuzhina. Luigi, eja, darka është gati. Erdha. Shkoi në kuzhinë dhe ul. Kishte supë me oriz me domate. Klara, tha ai. Ç'ke? Ja ktheu ajo duke buzëqeshur. Do të them diçka. Sa i mistershëm që je. Pak më parë kur hyra në shtëpi dhe ti po përgatise ëmbëlsirat dhe të pash. Shkurt, kam nevojë të ta them, një nevojë të domosdoshme. Ajo vazhdoi ta vështronte gjithnjë duke buzëqeshur. Mos ishte kjo një tregues pafajësie, frike apo ironie? Kur hyra, të pash që po bëja ëmbëlsira dhe se kisha në dorë diçka, një lloj flakoni dhe mu duk se prej tij po hidhi diçka me brumin. Të kam bërë syt, tha ajo e qetë. Më mirë kështu. Përse më mirë kështu? Fjalët e saj shpreh një të vërtetë absolute, sa i e pyeti veten nëse mos rastësisht kishte parë ndonjë ëndër me sy hapur, por shqetësimi e nxiste. Dëgjoj Klara, nuk do të jemi qetë, nëse si them të gjitha. Kur të pash tek bëja të veprim, po ç'e veprim ti fantazon? Lërm të flas për një çast. Është qesharake, e di. Dridhet brenda vetes, ndërsa afrohej çasti i pashmangshëm. Ndoshta kjo ishte hera e fundit që e shihte dhe ky mendim po e çmente. E megjithatë e kishte të pamundur të heshte. Për një çast, një ide absurde, mos më vështrosho, duhet të jemi qetë. Më kapi dyshimi se ti Çfarë unë? Dhe buzëqeshja ju kthye në një të qeshur të hapur. E di që është për të qeshur, po dyshimi sikur ti doje të më helmoje. Pa ja shitur syt, Klara vazhdonte të qeshte, por si ishte një e qeshur e lumtur. Ishte akullt, si një lloj teu impret metalik. Më pas shtrëngoi dhëmbët, dhe zëri ishte i mbushur me urrëtie. Kështu, a? Ktu pas ka ardhur puna. Ky është ai besimi yt. Kjo është dashuria jote, a? Ka ca kohë që të vëzhgoja, dhe unë që të përgatise ushqim, tani na dil kanë dhe të helmuara. Ndije tashmë i humbur. Dëgjoj Klara, mos e merr kështu, mos. Qenë kanë të helmuara, ke frikë se do të vrasin. E di se çdo doj tani, do t'i hedh në koshin e plerave. U ngrit nga tavolina, mori tabakan me ëmbëlsirë dhe u drejtua nga kuzhina duke ngritur gjithnjë më shumë zërin. Në plera kam për t'i hedhur, por në këtë shtëpi s'kam për të qëndruar as një minutë më shumë. Po hiki dhe do zoti nuk do të shoh më kurrë. I tmerruar Luigi e ndoqi pas. Jo Klara, të përgjerohem, mos bëj kështu, po bëj shaka të përgjerohem, më jep ëmbëlsirat. Jo, tha ajo. Tani s'ti jap, edhe sikur ta bësh dhëmbin kaq. Për ta mbajtur e kapi nga beli, ajo u ndal pa e dhënë veten. Bëu e mirë, më jep ëmbëlsirat.
Klara u kthye duke mbajtur lart tabakan. Ai zgjaste njërën dorë. Të thash jo, do t'i hedhëm plera, dhe pastaj do t'iki, more vesh. Ai ran gjunjë duke i përqafuar këmbët. Klara, të përgjërohem, rënkonte, nuk mund të ikësh. Bëhe mirë, mi jep ëmbëlsirat. Kërko falje, tha ajo fitimtare duke mbajtur gjithmonë tabakan lart. Po Klara, më fal. Thuaj 3 herë më fal. Më fal. Do t'jap 1, i tha gruaja. Jo, i dua të gjitha. Hajt atere, në gjunjë. Mirë atere, po do t'i hash të gjitha në gjunjë, dhe uli tabakan. Klara ishte ende aty. Klara nuk do t'ikte. Me një lehtësim në shpirt, Luigi mori një ëmbëlsirë dhe e kollofiti si i babzitur. Vdekja që vinte për saj nuk ishte vdekje, ishte parajs.